Të nderuar qytetarë, Tirana që propagandohet nga kryeministri si histori suksesi europian, në realitet është qyteti i dytë më i shtrenjtë në Europë pas Lisbonës, ku paga mesatare mujore nuk mjafton për të mbyllur muajin. Shifrat janë tronditse, sipas raportit të Tradingpedia. Një familje me 4 persona, ku 2 të rritur paguhen me pagë mesatare, detyrohen të shpenzojnë 89% të ardhurave të tyre vetëm për të siguruar një jetesë normale, pra për ushqim, qera dhe shpenzime bazike. Kjo do të thotë se familjet shqiptare humbeten vetëm 11% të ardhurave për kursime, investime, për ballimin e emergjencave apo dhe pushimeve. Krahasimi me rajonin e nxjerr edhe më të qartë dështimin e kësaj qeverie. Në Shkup një familje shpenzon 67% të ardhurave mujore për jetesë, ndërkohë në Beograd vetëm 68.2%. Pra, familjet shqiptare me pagë mesatare mujore 760 euro, nëse jeton vetëm, i duhet të shpenzoj të paktën 853 euro në muaj, pra duke demonstruar faktin që shpenzojnë shumë më tepër se sa është paga e tyre. Po kaq dramatike është situata e strehimit. Tirana renditet si qyteti i dytë më pak i përballueshëm në Europë, sipas raportit Qira-Pag. Qirat konsumojnë më shumë se 93% të pagës. Ky është një tregues i qartë se për të rinjt, çiftet e reja dhe familjet e zakonshme, strehimi është kthyer në një luks të paarritshëm. Ndërkohë, qeveria dhe bashkia vazhdojnë të ndërtojnë një qytet për një grusht njerëzish që e kanë shndruar sektorin e ndërtimit në sektorin kryesor të pastrimit të parave, të drogës dhe të korrupsionit. Ndërkohë, transporti publik mbetet primitiv dhe nuk mbulon zona të tëra të Tiranës. Për këtë arsye, mira familje blejnë makina, të cilat nuk janë luks, por domosdoshmëri për të çuar fëmijët në shkollë, në kopësht dhe për të shkuar vetë në punë. Por sa po blejnë një makinë, qytetarët përballen me një problem madhor, që është mungesa e parkimit. Në një qytet ku ndërtohet pa kriter në çdo metër katror, 84% e banorëve të Tiranës hasin vështirësi dhe probleme për të gjetur një vend parkimi. Vetëm në parkimin e Bashkisë së Tiranës, qytetarët paguajnë rreth 7 milion euro në vit. Në total, në të gjitha parkimet me pagesë që ka kryeqyteti, qytetarët paguajnë rreth 15 milion euro në vit, pa llogaritur këtu pagesat informale dhe kostot e parkimit në përlagje. Pra qytetarët jo vetëm që jetojnë në një nga qytetet më të shtrenjta në Europë, por detyrohen të paguajnë miliona euro çdo vit edhe për parkimin që është kthyer në një kosto të jashtëzakonshme dhe i që janë nxjerrë jetën çdo ditë qytetarëve, sepse ky qytet është në një kaos dhe është bërë i pajetueshëm. Kjo është Tirana reale, Tirana që nuk ka ujë 24 orë, Tirana që ende ka shkolla ku nxënësit zhvillojnë mësimin me 2 turne, Tirana ku transporti publik është larg standardeve europiane dhe parkimi është luks, Tirana ku familjet nuk arrin të blejnë një banesë, ndërsa çdo ditë ngrihen kulla të reja ku 1 metër katror kushton 5.000 euro. Ndërsa qytetarët luftojnë për të përballuar jetesën, qeveria vazhdon të favorizojë një model zhvillimi që i shërben pastrimit të parave, korrupsionit dhe një grushti njerëzish të lidhur me pushtetin. Këto janë vetëm disa nga arsyet pse qindra mijëra qytetarë protestojnë çdo ditë, sepse Tirana është bërë e pajetueshme për shumicën e tyre dhe është një privilegj për disa, sepse qytetarët refuzojnë të paguajnë dhe të pranojnë një qytet ku 89% e të ardhurave shkojnë vetëm për mbijetesë, ku qirat marrin 93% të pagës, ku 84% e banorëve nuk gjejnë parkim
dhe ku paguhen 15 milion euro çdo vit për një shërbim që mungon. Çdo qytetar ka një hall të madh të familjes së tij që e ka sjell në atë shesh, ose është grabitur prona, ose është i papunë, ose janë larguar fëmijët jashtë vendit, ose paguen pak, sa ato nuk dalin as për ilaçe, as për shpenzime të tjera, ose nuk mund të çojnë fëmijët në shkollë për shkak të kostos së lartë të jetesës, ose kanë një biznes, por kjo qeveri e mbyt me korrupsion dhe taksa. Ndaj ka vetëm një zgjidhje, ka vetëm një perspektivë dhe ka vetëm një rrugë, dhe ajo është largimi i Edi Ramës dhe qeverisë së tij, e cila është më plaçkitësja që ka njohur ndonjëherë historia e Shqipërisë. Faleminderit.